Më në fund, shqiptarët u ngritën, po si do ulen? Se kjo është pyetja. Unë kam vënë re me 2-3 pikë pyetje të vogla që kam pas këto ditë për çështjen e protestës, një agresivitet të tmerrshëm nga ca pilivesa, nga ca pallosha idiot në për komente në për rrjetet sociale, që Berisha, për gjithë maskarejt, për gjithë ignorantët, për gjithë sharlatanët edhe delirantët, unë nuk jam në Partinë Demokratike, nuk jam duke mbështet linjën e Partisë Demokratike. Pra, Partia Demokratike ka qenë e qartë, ka strukturat e veta, ka komunikimin e vet, edhe ka dalë, ka bërë të qarta qëndrimet e veta. Unë sigurisht jam opozitë, jam me këtë pushtet, po mos u bëni kaq agresiv, mos u bëni kaq të dhunshëm, sepse nuk jeni ju të parët në botë që bëni revolucion, ose që ngriheni për të bërë një revolucion. Nuk jeni ju të parët në botë që ngriheni për çështje mjedisore dhe për korrupsion qeveritar, si jeni ju të parët, as në botë, as në Shqipëri. Ajo që kam thënë unë, dhe që kam ngrit pikpyetje unë, është, kam thënë dhe kam bindje, që protestat të tilla, masive, me përhapje të tillë, nuk janë kurrë të pa koordinuara. Nuk ka ndodhur asnjë revolucion në botë. Fiksojeni, lexojeni, hapni truri se bën edhe si të mençëm, si intelektual, se i pjesë shkoni atje në protestë për të duk intelektual, për të duk të ditur. Shumë mirë për çdo njeri që shkon në protestë. Pra ta ndajmë gjën, shumë mirë, bravo i qoftë. Komenti im ka të bëjnë me vetëm me langaraqet e këto pilivesat që bëjnë si çafka, që duan të marrin autorsinë e protestës. Nuk jeni ju. Ju që më komentoni mu në Facebook, ju që më komentoni mu në YouTube, ju jeni një mekanizëm i kësaj proteste. Ju udhhiqeni nga disa njerëz që ushqehen me shoqata që marrin fonde nga ndërkombëtarët, se jeni parazit, se po të ishte për të ngritë kështu ngrishet më herët. Aty zemra e kësaj proteste janë qytetarët. Nuk janë as deputetët e Partisë Demokratike. Nuk është edhe ndonjë element i administratës publike që vjen aty, nuk janë këta. Janë qytetarë të zakonshëm këtij vendi që vinë aty. Ata që ulërasin më shumë, ata që plasin më shumë në rrjetet sociale, ata janë mbeturinat e kësaj proteste. Pra fiksojeni mirë, janë mbeturinat e kësaj proteste që duan protagonizëm. Ai që është qytetar dhe që del dhe e ndjen se duhet dalë të protestojnë, nuk kërkon merita. Nuk kërkon të përvetësojnë protestën, nuk vetë quhet misionar dhe nuk sulmon këdo që ka pikpyetje. Sa më sulmoni mu, sulmoni Edi Ramën. 90% e juve, 99% e juve, unë nuk du të marrë me emra, po 99% e juve jeni votues të smajtës, jeni votues të Edi Ramës. Ashtu si kurse analist kryesor në vend, që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm që Edi Rama të vinë pushtet, që kanë mashtru Shqipërinë, ju kanë mashtru ju prindrit tuaj, gjithkënd kanë mund, për 35 vjetësh në media, që Edi Rama është një lider vizionar. Edhe ju jeni votues të atij sepse dukeni, jeni kështu si të dalë prej një shkolle, një prerje, një kuadrati. Se po shkruaja diçka. Kështu që është mirë t'jeni më qytetar, t'jeni më demokratik, nuk ju bën qytetar prezenca në protest. Se ka i pjesë të mirë të njerëzve që i njohun edhe kështu personalisht, po edhe tjerë, që shkojnë protest për të marrë etiketën qytetar, intelektual, jo, nuk ju bën ajo. Shkoni rrini si pull poste gjithë ditën atje, nuk të bën nëse si je i sinqert për çështjen që e ngrit. Por qytetarët bën edhe kjo që të pranosh mendimin tim ndryshe, të pranosh pikpamjet e mia. Unë nuk jam kundër protestës, e kam thënë 1000 herë, unë shpresoj shumë që kjo protestë të çojë në rrëzimin e Edi Ramës. Po video sot, komenti që po bëj sot është u ngritëm, po si do ulemi?
Se nuk ka në dhe revolucionet kështu më, revolucionet u ngritëm, kërkojmë këtë, kërkojmë atë, po si do ulesh? Kush do ulet? Me kë do ulet? Do hën ka ca hapa tjerë. Prandaj, protestat kanë organizim dhe ju jeni të organizu, nuk e kuptoni fare. Ato zonja e zotri që janë tip influencerës, që janë të që marrin fonde nga shoqatat, nga Soros, nga shoqatat ndërkombëtare, ata ju kontrollojnë juve, që ta dini pikat e kontrollit, jo se janë ata dirigjuesit, se ata janë të kontrolluar për vete, po ata janë pikat e kontrollit tuaj, pikat e orientimit tuaj, që ju si kuptoni. Ata këtu kanë qenë edhe më herët. Ata këtu kanë qenë me Erion Veliaj, kanë marrë fonde nga Erion Veliaj, kanë marrë fonde nga Edi Rama, me projekte, me gjitha. U shterën fondet, se i preu Trumpi me USAID-in e me këto, edhe tani përpëliten, si u kujtun pa pritur për hallet e shqiptarve, për flamingot. Je bëni pyetjen vetes? Tani, ka dhe një kategori tjetër që thot, pse unë flas kështu se duhet sfumoj proteste në kujtun gjithë më radhë. Po e sqaroj edhe këtë pjesë. E para jam pro protestës. E dyta, unë nuk mendoj se jam një misionar. Unë nuk mendoj se ndikoj kënd. Nuk i bëj këto videot për të ndiku kënd. I bëj për qefin tim, për pasionin tim, për mënyrë se si e shoh unë një lloj forme gazetarie, jo si këta që ju kanë mashtru juve, kanë 35 vjetë në për studio televizive, si Fevziu e Yllir Akipje, qa janë ta, kujtun, gjithë me radhë, me Grita e me Erlam Hillat e gjitha këta që kanë emisione qendrore në darkë, dhe ata që kanë portale dhe që shkruajnë, nuk jam si ata, nuk ngjen dot kurrë askush një implikim të vogël, unë bëj punën, paguhem për punën që bëj, kaq. Unë s'kam punu njëherë kur në punë shteti, s'kam punu njëherë kur në parti politike, e tjera me radhë. Dhe kjo m'jep lirinë që t'i komentoj çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri sipas mënyrës time. Bëhuni pak më qytetar, pranojini gjërat, nuk jeni dakord, nuk ka nevojë të shkruash fare, të më komentosh. Nuk do me mpa fare, më bëj blok, se ke mundësi me më bë blok. Kjo ju bën qytetar. Ka shumë gjëra që unë shoh në rrjet, që nuk më pëlqej, i kam në veri, ndoshta i kam kujtun ose që edhe më pëlqej në çfarë si ka, nuk u bëj as like, nuk u bëj as komente, nuk i shaj, nuk i fyj, ka raste ca gjëra që i kam shumë të neveritshme, i bëj blok, ose unfollow, nuk i ndjek fare, pra ka metoda qytetarie për këtë gjë. Për pjesën që them unë, se kjo protest nuk është spontane, nuk nisi spontanisht, ajo mori spunto nga dhuna që bën, unë kam bo video dite kur ka ndodhur dhuna, kam bo video, kam përmend Qet Kastrati, kam përmend Zamir Mane, kam përmend gjithë bizneset që kanë glabëru tokën në mënyrë të padrejtë në Zvërnec. Familja e Trumpit është vetëm një pikë atje, sepse atje janë të gjithë këta të kapur, edhe ndër këta është edhe familja e Trumpit. Por, kur protesta erdhi në Tiranë, kur protesta ndoshte me marr Arlind Qorri, ndoshte me marr Agron Shehe, ndoshte me marr Adriatik Llapaj, atëherë unë kam ngrit pikpyetjet edhe kam fillu me komentu dhe jam perceptu si ku jam kundër protestës, nuk jam kundër protestës. Si rrallë herë, po a them dhe një herë drejt për drejt gjithë maskarejve që më ngjojnë, futuni gjoni videot e mia, shihni në Facebookun tim, historikun e Facebookut tim. Gjithë kohën kur PD-ja ka thënë që jemi pro investimit, unë kam thënë gjithmonë kundër. Kam thënë nuk shitet Shqipëria për interesat e Edi Ramës, ke Trumpi, nuk falet Ishulli, nuk falet Sazani, pra në mënyrë konsistente kam qenë kundër. Kështu që këto palaçollëqet që thoni këtu, bëni mirë që të kontrolloni veten edhe të bëheni më qytetar. Sepse doni që të quheni qytetar edhe silleni si bandit. Revolucionet janë të kontrolluara sepse po su kontrolluan, turmat janë si të droguara. Edhe është e detyrueshme.
nuk jeni ju, thash edhe një herë, që e bëni për herë të parë këtë revolucion, apo që e bëni për herë të parë këtë protest. Nuk e keni shpik ju rrotë, nuk po e shpikni ju. Revolucionet gjithmonë kontrollohen, dhe prandaj jam duke thënë, e bëra edhe këtë video, u ngritëm po si do ulemi. Pra kjo protest ka hyrë në ditën e 7 sot. Qytetarët janë atje me vullnet të lirë. Pavarësisht thash mekanizmave që përdoren përmes këtyre influencerëve dhe partitë politike, çojnë njerëzit e vetë, kujtun atje çon PS-ja njerëz, atje çon PD-ja, çon llapaj, çon shehaj, çojnë gjithë njerëz, gjithë kanë drejt të çojnë njerëzit e tyre atje, sepse kështu e ka demokracia. Nëse qytetaria këtu është më e madhe, i nxjerr si shitje këto të partive politike, po ata kanë drejtën se sheshi është edhe i atyre. Se Partia Demokratike ka 10 vjet, 15 vjet që proteston, që ngre kauza e kujton gjitha me radhë. Ka gabimet e veta PD-ja, patjetër, kanë gabime për mu, shumë gabime kanë. Tani vim ke pjesa e komentit, si e mendoj unë, si do shkojnë kjo protest. Pra unë po jap mendimin tim, kujt i pëlqen mirë, kujt si pëlqen puna vet, nuk është se më intereson shumë, nëse si ju pëlqen çfarë po them. E para, protesta, siç e kam thënë vazhdimisht, ka natyrën e protestave që financon Fondacioni Soros. Njerëzit që janë aty në protest, shumica, këto kryesorët, pra këto që bëjnë lau në media dhe në rrjetet sociale, janë njerëz që ose kanë marrë fonde nga Fondacioni Soros, ose diku tjetër e kanë ngjyrë në mënyrë periferike diçka. Loja është shumë e qartë, dhe më mirë se gjithë këtë gjë e di Edi Rama. George Soros nuk do që familja e Trumpit të ketë investime në Shqipëri. Dhe është ngrit, është bo suportuese e kësaj shkëndije këtu, e cila është bë lajm botëror në gjitha mediat më të mëdha të botës me titullin Ivanka Trump kërkon të uzurpoj një ishull në Shqipëri, të investoj në një zonë të mbrojtur. Arritja e parë e protestës e ka marrë suksesin e vet. Nga titujt e mediave botërore, pra qëllimi kryesor i Sorosit për ta dëmtuar sa më shumë Trumpin, shumë mirë ja ka bërë, në luftë politike janë ata. Derisa edhe Trumpi s'pati mundësi me filtru që një zar i Sorosit këtu, siç është Edi Rama, ta sjell vërdall, shumë mirë ja kanë bërë. Nuk mendoj unë fare siç mendojnë të tjerët që thonë jo po se shqiptarët nuk protestojnë kundër Sorosit, po kundër Ramës. Jo, ati kundër Trumpit, po kundër Ramës. Shqiptarët janë duke protestu sot kundër Edi Ramës dhe kundër Donald Trumpit. Kundër Edi Ramës dhe kundër lidhjeve të Edi Ramës me Donald Trumpin, të cilat nuk i pëlqen edhe George Soros. Nuk i pëlqen as i shtet në Europë, nuk i pëlqen Gjermania, nuk i pëlqen Italia, nuk i pëlqen Franca, nuk i pëlqen askush, sepse ne e dim, e kemi pa historinë, gjithë Europa është e detyruar të punojnë me Trumpin, por nuk bashkëpunon me dëshirë. Në Shqipëri, me ç'duket, pabesia e Trumpit, thash edhe dje, pabesia e Trumpit e solli që pabesia e Ramës, më falni, pabesia e Ramës e solli që George Sorosi mos trin kam krysh. Ai është një miliarder i madh, ideolog. Ka ideologji, nuk është thjesht një biznesmen që blen prona. Po ka ideologji siç ka ky magë që e nisi dhe e la rrugës. Ai ka ideologjinë e vet neoliberale që nuk e lëshon rrugës kollaj. Nuk heq dorë. LGBT të kujtën gjitha me radhë që ligjin që ka bërë Rama për të shkatru familjen juve dhe nuk u ngrit askush. Dhe me sa duket është duke e shantazhuar Edi Ramën që koha jote ka mbaruar. Unë kam njerëz të tjerë atje dhe Partia Socialiste nuk është më e jotja. Ky është mendimi im. Prandaj kam thënë ky është një revolucion i Brenda Smajtës. Brenda rilindjes më mirë e Brenda Smajtës.
Do ta shohim ditën e vijim. Po duhet me fol edhe me pragmatizëm edhe me realizëm për te këtij idealizmi që bëjnë këta si misionarët më dhe si profet, këta që kanë dalë me protestu e tjera. Cilat janë variantet që tulen, se si do shkojnë kjo punë, do mund dalin ata për shembull një vit rresh duke protestuar, se janë kanë dalë në Serbi, çka kanë bërë? U ka dhënë fjalën Vučići që do shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Kanë caktuar datë, më duket. Këtu si do dilet? Partia Socialiste është pothuajse sa ka ardhur vite gjysmë 2 që ka ardhur në pushtet. Aty ka njerëz që nuk pranojnë që partia atyre të bjerë nga pushteti për fajt e Edi Ramës. Përkundër kërcënimeve që u ka bëj në mbledhje grupi parlamentar, mbledhje kryesie që po s'qesh unë, ju marroni, ju këshue, ju merrni fund. Ajo parti ka njerëz të cilët e din shumë mirë se Edi Rama është i fort sa kohë është në karrike, po nëse mlidhen gjithë bashkë ata, Edi Rama është kërkushi aty. As ka për ta majtë me njëri, bile do ta gjujnë me gur të gjithë. Shkëndijat e para, e kam thënë dhe herë tjetër, i ka dhënë Elisa Spiropali, e cila ka folë për njësim të shtetit me pushtetin dhe për shkatrimin e burokracisë dhe të administratës publike. Njësimi i shtetit me pushtetin do të thotë Edi Rama është edhe shteti edhe pushteti. Kjo parti mund të mblidhet një ditë bukur, grupi parlamentar, pavarësisht sa i ka vu Taulantin aty që e ka besnikun e vete kujtum të ernej, po Taulantin ka mundësi, jo vetëm Sorosi, po kush do brenda PS-s, që ti thot hajde këtu, do bëhet kështu. Dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste mund të kërkojnë një mocion mos besimin ndaj Edi Ramës, parlamenti i rrëzon qeverinë. E bën copa. Në këtë rast, PD-ja nuk ka asgjë në dorë se ç'a bën, përveç se ta mbështes protestën e tjetë pro protestës, por ka vetëm një gjë tjetër. Kusht. Mos të vazhdojnë me këto histori, kështu kusht duhen vetëm zgjedhjet e parakoshme. Jo ndërrim kryeministri, po zgjedhje të parakoshme. Dhe këtë gjë duan s'duan këto flamingot, duan s'duan këto gon shehrat e Arlind Qorat e Adriatik Llapat, këtë gjë e bë vetë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Ato kanë votuar në parlament, mund të mblidhen, të bëjnë një kod zgjedhor me 10%, ta vënë 10% atë, ta vënë 10% në pragun. Me që këta pretendojnë se kanë ngrit të revolucion, me që Arlind Qori, Agron Shehaj, Adriatik Llapaj, zarat e Lulzim Bashës pretendojnë që kanë frymzuar një revolucion, kanë ngrit një revolucion, kodi zgjedhor në Shqipëri, PD-ja dhe PS-ja duhet ta bëjnë me pragun 10%. Se mjaku i kanë njerëzit këta. Kush e kalon pragun, të futet në parlament, kush se kalon mos bëjnë zhar si të shafka kot të shesheve të Shqipërisë. Kjo duhet jetë e para. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike duhet ulen të bëjnë në tërësi një kod zgjedhor që t'i japin mundësi shqiptarët të zgjedhin deputetin që duan ata. Veç e veç, Partia Socialiste duhet ta kuptojnë që koha e zeqineve, koha e kriminelve në parlament, koha e rrugaçve në parlament, koha e drogmenve në parlament, përmes Partisë Socialiste ka marrë fund. Duhet i fshin Partia Socialiste, duhet ndahet një herë e mirë nga këta. Dhe këtë nuk e bë dot më Edi Rama, e bë një kryetar i ri i Partisë Socialiste. I pa kapur nga këta, i pa influencuar nga grupet kriminale, vetëm kështu mund të arrijë Partia Socialiste të mbijetojnë. Sepse ajo do hynë në procese vetë pastrimi, në procese krize, në për shumë sfida ka për ty Partia Socialiste, por ama një kryetar i ri mund ta rigjenerojnë me sa më pak dëm me atë parti. Ndërsa Partia Demokratike, çfarë duhet bëjmë Partia Demokratike? Çfarë mësimesh duhet nxjerr nga protesta? Duhet nxjerr mësime se kur të zgjedh një deputet duhet menohet 100.000 herë. Mos zgjedh deputet që s'kan vota,
mos zgjedh deputet që s'din çat flasin, mos zgjedh deputet që janë mediocre, mos zgjedh deputet që e marrin votën te PD-ja dhe shkojnë me njëherë preherin e PS-s, mos zgjedh deputet që shkojnë si langaraq nëpër ambasada, spionojnë njëri tjetrin e shajnë njëri tjetrin. Të zgjedh deputet me dinjitet, figura të pastra, të ndershme, të ditur. Le ti marrë dhe këtu ke këta flamingot po deshin, që kanë popularitet. Por është shansi i fundit për të marrë një mësim, edhe se si bëhen protestat, dhe kjo gjë ndodh, që të ndodh kjo gjë, këto dy parti që kanë edhe votat popullore, që janë mandatu nga shqiptarët, pavarësisht se PS-ja i ka vjedh me patronazhime me të gjitha, po PD-ja aq sa ka i ka të pastërta, duhet të ulen dhe ta çojnë vendin në një qeveri teknike e cila të përgatis një palë zgjedhje të parakohshme. Mos vazhdojnë mo jo po reformat territoriale, jo po kjo, jo po ajo, asnjë gjë nuk ka më vlerë tani. Asnjë gjë nuk ka më vlerë, as reforma territoriale, as kjo zgjedhorja që po vazhdojnë këta. Ta duhet ulen si dy parti politike shqiptare. Ti harrojnë gjitha që i kanë bëjnë njëri tjetrit dhe të bëjnë një pakt. Do ta çojmë Shqipërinë në Europë. Dhe Shqipërinë në Europë e çon vetëm dakordësia mes këtyre dy partive. Le ta anullojnë atë çfarë Sazani, Zvërneci po të duan. Le të bëjnë kod zgjedhor të ri, le ta vënë atë pragun 10% që ta kalojnë me zotësi këta që thonë kemi ngritë revolucionin. Le të ndryshojnë atë konfigurimin elektoral, pra formën se si dalin deputetët, le të ndryshojnë thelbin, pra përmbajtjen e grupeve parlamentare i kanë mizerabël të dyja. PD-ja nuk i ka të inkriminume, nuk i ka kujton shumë hajdut se s'kan pas mundësi çat vjedhin, e s'kan pas mundësi me këtë lidhen, se krimi lidhet me pushtetin gjithmonë. Por mediocre ka sa dush, pa ditur ka sa dush, njerëz pa elektorat ka sa dush, edhe grupi parlamentar i PD-s. Pra ky i ka të inkriminuar, i ka të korruptuar, i ka ignorant, për sigurisht që i ka ignorant, por edhe tek PD-ja nuk është më ndryshe. Kjo mendoj është një gjë që mund ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë. Do thotë dikush jo, po se kjo që e ka dëshira e Sorosit, Sorosi është faktor në Shqipëri, sepse kontrollon Partinë Socialiste. E do se do PD-ja, e du se duan, që e shihni si kam një javë që them e ka organizuar Sorosi protestën, por ai është faktor dhe çdo faktor nuk mund të neglizhohet, qoftë i mirë, qoftë i keq. Ai është faktor sepse ai kontrollon kupolën e Partisë Socialiste. Me ardhin e Edi Ramës në kry, ai e kontrollon atë parti. Kështu që pjesë e zgjidhjes, pjesë e uljes tryezë për të dalë nga kjo situatë, sigurisht do ketë edhe ai përfaqësues të vet. Nga ana tjetër, si do shkojnë puna me Trumpin, le të shkojnë si doj. Qose një qeveri pas zgjedhjeve të ardhshme merr një mazhorancë të mirë, qëndrueshme, ka nërmen që ta ftojnë për investime atë vajzën e Trumpit në Shqipëri, le të bëjnë referendum, le të pyesë shqiptarët, ose ta bëjnë referendum lokal, ose ta bëjnë referendum kombëtar duhet në fakt për Zvërnecin edhe për Sazanin. Le të bëjnë referendum kombëtar, ti pyes shqiptarët, doni ju që të vinë këta investitorë këtu apo jo? Gjatë referendumit, ata për të mbrojtë investimin e tyre do shpalosin detyrimisht, do shpalosin projektin. Ata që e kundërshtojnë do shpalosin vlerat që ka natyra, biodiversiteti, dëmi që mund shkaktohet nga çdo lloj investimi e gjitha me radhë, edhe në fund fare në një proces të lirë, të ndershëm, të shkojnë te kutitë e votimit, edhe ta vendosin shqiptarët duan ta zhvillojnë me Kushnerin, se mund të jetë Kushneri, mund të vinë edhe i kinez, mund të vinë edhe i rus, mund të vinë i kanadez, australian, italian, që do me e marrë Zvërnecin, grek, Zvërnecin dhe Sazanin, në një garë të lirë, të barabartë, shqiptarët votojnë, e kuptojnë se ç'a ndodh.
informohen mirë, sot janë të pa informu, sot është kuturu, prandaj them unë, nuk është se bëj ironi apo du të fyj kënd kur them uta se kanë idenë fare se për çfarë janë ngrit, po sot janë të pa informuar. Merrni pyetini, shkonin protestë, ata që keni rreth rrotull dhe shumica po them, edhe pyeteni për çfarë protestoni, si do dëmtohen biodiversiteti, si do dëmtohet kjo, pse do dëmtohet, çfarë di ti që do bëhet atje dhe do dëmtohet. Kam përshtypjen nuk e di. Pse? Sepse Rama e ka mbajt në terr informativ. Rama po e jep ose ka nis procedurat me ja dhënë Sazanin dhe Zvërnecin familjes Trump për të shpëtuar veten e vet. Prandaj nuk nxirr as projekt, nuk nxirr as gjë, i thotë kjo është e juaja, vazhdoni bëni çfarë doni, mos më prekni mua. Më lini mua në pushtet. Dhe në këtë lloj lëvizje politike që bën ky, unë i jap të drejtë shumë Sorosit që ti përgatis këtë që po i përgatit. Fundin. Se s'ka ku shkon më tani ai. S'ka si o do tërhiqet ose do vazhdojnë me kokë forci. Po vazhdojnë me kokë forci, protestat do ashpërsohen, do bëhen dhunshme, ose po tërhoq do bjerë të dalë zbuluke ky tjetri, ke Trumpi, se deri tani e ka tallë disa herë ky dhe ai nuk ka bëzë, e ka tallë, e ka përçmu, si e ka përçmu Edi Rama Trumpi, si e ka tallë Edi Rama, nuk e ka tallë as i lider tjetër botëror. As ata ajatollahët atje, kanë qenë shumë ma korrekt kur kanë folë për atë. Dhe në fund fare, Trumpi po bën 2 vjet në pushtet, për i cop ishull atje, për i cop gadishull, çfarë është ajo lagun në Vlorë, rri dhe lejon që ky livadhis lirshëm si ti doj qefi. Kështu që edhe ju që idealizoni, unë kam qenë mbështetës i Trumpit që në 2016, kur asnjë nga ju gjithë ju e quajt të çmendur, unë mendoja që do vinte të bëhej presidenti i SBA-s, edhe ashtu ndodhi. Por njeriu duhet të ndryshojnë mendim, duhet të ndryshojnë qëndrim kur sheh fakte të reja. Ashtu si kurse edhe unë, në rast se kjo protest do shkojnë mrena javës, do rrëzojnë Edi Ramën si kryeministër, edhe vetëm kaq, unë do ndryshoj qëndrim, them nuk e pas ka kontrollu as kush, pas ka qenë spontane, pas ka qenë qytetare. Do dalë, do bëj video dhe do them kam gabuar në lexim. Unë s'kam informacion, unë kam vetëm lexim logjik edhe qartësitë e mia në mendime. Po i them siç i kam, nuk mi imponon dot kush mendimet, as mi dirigjon dot kush, asgjë. Edhe fakti që shohin ca që unë kujtojnë se unë po i bëj reklam Elisa Spiropalit, unë nuk e kam për turp fare, sepse unë e kam kritikuar atë njeri sa nuk ka ku shkon Elisa Spiropalit. Por e kam thënë publikisht, nëse ajo e çon në fund rrugën që duket se ka nis për të demokratizuar Partinë Socialiste, për t'i heq socialistët nga thundra e dhunshme e Edi Ramës, e servilave të tij, e zeqineve të tij, e belindave të tij, asaj bravo i qoftë. Edhe meriton respektin e kujdo, edhe demokratëve, edhe atyre pa parti, edhe socialistëve, cilët duhet ta mbështesin. Pra çdo përpjekje për ta shpëtuar atë parti duhet përshëndet, ashtu si kurse duhet përshëndet çdo përpjekje qytetare që del kërkon të drejta, kërkon ti kryeministri se është i korruptum, e tjera. Nuk më ka shqetësuar mua askush, se edhe i gjë tjetër kisha merak për ta thënë, nuk më ka shqetësuar askush që më vjen më thot Rama në burg, Berisha në burg. Jo, thash edhe mbrëm, e kam thënë edhe herë tjera, futeni në burg edhe Berisha, nëse ka bën ai gjë Berisha. Megjithëse e futën një herë, e futi Rama një herë, e futi drejtësia një herë në mënyrë pa drejtë, është i pafajshëm akoma. Por nuk e kam fare unë merakun e Partisë Demokratike. Sigurisht unë kam qenë mbështetës i saj, jam mbështetës i saj dhe do vazhdoj të jem derisa ta shoh të arsyeshme që mund ta mbështes. Çdo gjë ka kohën e vet, ka reflektimet e veta, po unë nuk mund të isha opozitar as me Agron Shehajn, as me Dash Shehen, as me Lul Bashën, as me këta palaçet e tjerë që janë ta
lapat e leshat e rendrësha banat e që janë këta, nuk mund t'isha opozitar me këta, nëse jam në opozitja me Partinë Demokratike se s'keme këje tjetër. E keqe e mirë, ajo parti i ka ato vota, ajo parti i ka dhënë këtij vendi, ka kontribute në këtë vend, ashtu siç ka bë gabime ka dhe kontribute, kështu që për këtë arsye mbështes unë Partinë Demokratike. Jo asnjë arsye tjetër. Nuk më prish një punë mu, askush që i bosi skuth dhe vjen më përmend Berishën mu në për komente në Facebook, apo më hedh fjale, insinuata, ju konsideroj shqiptar gjithë dhe ju respektoj shumë, po këdo që thot shishpif dhe që thot gjërat pa vërteta, vetëm një fjalë kam unë, jeni mbeturi na. Sepse unë s'kam punu as i ditë në punë shteti, si jam pagu as i ditë me taksat e juja, as kujt. Kështu që ato llapaqen liqet mbajeni për vete dhe nëse njeriu flet ashtu siç mendon vetë se do bënte, por ka dhe njerëz që flasin të lirë, nuk flasin ashtu siç do bëhen vetë, po flasin mendimin e tyre në gjykimin e tyre, qoftë i drejtë, qoftë i gabuar, siç unë e kam. Edhe unë asnjëherë nuk dal edhe të them që do bëhet kështu, do bëhet ashtu, s'kam asnjëherë asnjë gjë absolute. Nuk them asnjëherë asnjë gjë me terma absolute. Mu më dhimbë se Shqipëria du me rritë fëmijët këtu, du të ketë një Shqipëri të antarësuar me Bashkimin Evropian, por realitetet janë realitete. Revolucioni është ngritur, shqiptarët janë në këmbë, nuk ka dyshim që Edi Rama është në ditët e tij më të vështira në 14 vjet pushtet. Nuk ka dyshim që Edi Rama e di se kush është duke ja bë këtë. Prandaj sham njerëzit i fyn, i ofendon, një herë thot greku, një herë thot serbi, një herë thot kishte dalë Tauland Balla sot nxirrte një makinë me targa serben në Zvërnec që mund të ketë qenë rastësisht atje. Deri dje Taulandi dhe Rama e shisjen si arritje ardhin e ca turistëve serb në Shqipëri, sot thonë që kanë ardhur me bë revolucion. Apo iraniane dreshi me të birin. Jo. Këto protesta nuk janë kështu, por nuk janë edhe pa dorën e pronarit të Ramës, George Soros. Pse nuk i jap shanse, po e përsëris edhe këtë të fundit, e kam përsërit çdo natë, do vazhdoj ta përsëris. Pse nuk i jap shanse idesë që thon disa, mendimi i tyre që thon disa se Edi Rama është në lojë me Sorosin dhe janë duke e bë të dy për përzon Trumpin. Edi Rama nuk ka këll që të tilla. Edi Rama e di që po e bën Sorosi, por nuk është në marrëveshje me Sorosin. Sepse fani për shpejnë i shurra çika nga Trumpi. Edhe ai e di që nëse është në një lojë të tillë, ditë kalkulojnë kaq, ditë bëjnë llogari kaq, që nëse hyn në një lojë të tillë, merr fund një herë për gjithmonë, i harrohet edhe emri. Kështu që nuk është aty, prandaj e çon një herë te Irani do dal. Unë kam po një status ka një vit, nuk e di se sa ka, edhe kam thënë mund të vinë një ditë, që kur erdhi Trumpi më duket që filloi lidhjet këtu me atë. Edhe kam thënë që mund të vinë një ditë që të ngjoni PD-n prap duke lavdëruar Sorosin dhe të ngjoni Edi Ramën duke shah Sorosin më keq se sa e ka shah Sali Berisha. Sepse kjo është politika, kështu rrotullohen gjërat e tjera. Mos u habisni që ndonjë ditë nga këto, pasi ti ezaurojnë gjitha, është Greku, është Serbi, është Irani, është Italia, është ky, është aty, të ngjoni Edi Ramën dhe të ngjoni këta socialistët që thonë është Sorosi. Po na e bën Sorosi, na e bëri Sorosi. Prandaj e ka një shpëtim kjo dhe shpëtimi është PS-ja, ndron kryetarin, ulen bashk dy partitë e mëdhaja, bëjnë qeverinë teknike, çojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme shqiptarët, edhe pastaj Zvërneci, Sazani, Vlora e gjitha po deshët, t'i fusin një referendum, qofse shqiptarët duan me i shit, duan me ja dhënë për investimet Trumpit, duan me ja dhënë atij Xi Jinpingut Kinës apo Putinit, le t'ja japin, po le t'ja japin shqiptarët me votën e vet. Referendumet.
kjo protest, ky revolucion, këto flamingo duhet ta çojnë Shqipërinë në këtë lloj hulliri, po nuk e çun, kjo është e dështuar. Kaq që është mendimi im. Protest të mbar, nuk e erdha sot se më kishën shkruar një 2 veta aty, po mos hajde, nuk erdha se kisha punë. Prandaj nuk erdha, nuk është se nuk erdha se kam frikë. Do vim protest kur të ndoj qefi, protesta qytetare nuk është as kujt. Unë nuk vim protest se du të ndihem qytetar, nuk vim protest se du të ndihem si deputetët të PD-s shkretët që s'kan su shkoj njëri mrapa dhe dun ta shohan dhe këta me këto. Nuk vi si punojësit e administratës shtetit që i çoi Rama me i thonë shkoni skanoni njerëzit kush është atje, se mos na ka shku në njëri nga radhët tona. Unë, kur e ndjej se duhet shku në një protest qytetare, shkoj. Vazhdoni më ndiqni, komunikoni me etik, edhe nuk e gjeni këtë lloj diskutimi, këtë lloj bisedash, çon si ka, janë të sakta, janë të sakta 100%, por nuk e gjeni ke Fevziu. Ke Fevziu gjeni Artur Shehun, ke Ylli Rakibi gjeni Enkele Dalibeja, te Kolballa gjeni këto budalliqet e tjera, nuk e gjeni këto. Kështu që vazhdojmë.